e la profesori, një shprehje kosovare thot bëhet ligji, gjet shtigji. Dhe një gjë tjetër është pikërisht ajo që unë. Ja kanë gjetur që tani thua ti. Po mendoj që e kanë gjetur me kohë. Na lër deri te pyetja e dytë, jemi optimist paktën. Dhe pikërisht kjo është për tu parë dhe evidentuar. Ne kemi mbi 3 vite që kërkojmë tashmë, kemi kërkuar si shoqat, si profesues të sektorit eksportues që zëm mbi 40% të eksporteve të veshjeve të këpucës, i kemi kërkuar Bankës së Shqipërisë të monitoronte pikat e exchange-it, pasi një gjë e tillë e shikonim një gjë absurde, kur një biznes të shkojë në bankë, të bëjë një derdhje edhe duhet prejardhja e këtij fondi ose çfarë do lloj lëvizje që mund të bëjë një biznes është monitoruar, dhe një gjë tjetër në exchange nuk ishte as pak, edhe nuk është as pak e monitoruar. Dhe kjo pikërisht është një farë mënyre, nëse duhet të bëhet edhe realisht shpresojmë të bëhet. Çfarë përgjigje morët ju në kohën kur e shtruat kërkesën tuaj? Në kohën që e shtruam ne kërkesën ishte një përgjigje evazive, që ne bëjmë kontrolle, kemi hequr licenca, por nuk kemi pasur një informacion transparence në radhë parë për të parë sa licenca në hequr, për çfarë arsye dhe sa të tjera janë dhënë më pas, dhe kush është metodologjia dhe mënyra e kontrollit mbi këto exchange. Ndoshta ne jemi shumë agresiv ndaj exchange, por është themi piknisja e një lëvizje që duhet të kishte bërë me kohë Banka e Shqipërisë për një farë mënyrë për të monitoruar prurjet dhe lëvizjen e lekut në një farë mënyrë të pakontrolluar, pra që nuk ka lëvizje nëpërmjet bankave, dhe kjo do shpëtonte, shpresoj edhe mendoj që do shpëtoj në farë mënyrë ose të ketë një fiksim, një ngurtësim të kursit të këmbimit, ajo që në farë mënyrë krijon edhe stabilitetin ekonomik dhe stabilitetin edhe të biznes planeve të bizneseve, sidomos eksportuese. Duket se nga kërkesa që ju keni pasur informacion se praktika e parave që qarkullonin në exchange apo transakcione me shumë të mëdha ka qenë lart. Keni pasur informacione të sakta për këtë? Patjetër që informacionet nuk janë, por është thjesht një analizë që çdo njëri nga ne bën, që të shkosh në një exchange dhe nuk të kërkohet, siç tha edhe profesori, një dokument identifikues kur ti ke një shumë më të lartë. Pikërisht kjo është piknisja një pakontrollueshmërie që ndodh në tregun, të themi informal, sepse në banka dieta është një gjë shumë, të themi, është e parë e një gjë tjetër. Dhe përdesa ne jemi të kontrolluar 24 orë si eksportues, dhe është drejt që qeveria duhet të kontrollojë. Ka ana tjetër dhe Banka e Shqipërisë do të bëjë punën e saj. Tha dhe profesori dha shembull shumë konkret që një shumë e tillë më përpara po të kishte një efekt, të themi, do të kishte një efekt shumë pozitiv dhe kjo gjë nuk ndodhi. Nga ana tjetër Banka e Shqipërisë ka deklaruar që në 2024 ka hedhë ose ka blerë nga tregu gati 980 milion euro dhe ka shpëtuar, të themi, mosrënien akoma më shumë të euros, por nga ana tjetër nuk kemi parë asnjë efekt pozitiv, që vitet më parashme ndodhte. Pra janë shumë faktorë që duhet të prekupojnë në radhë parë